Përshëndetje dhe mirë se vini të dashur ndjekës në podcastin ton të radhës Rishtazi. Sot në studio kam të ftuar Arber Ademi, sekretari i përgjithshëm i Bashkimit Demokratik për Integrim, në një dalje të parë të një zyrtari të lartë të kësaj partie pas kthimit të arta në grupit dhe gjithë situatës që shkaktoi rikthimi i tij në vend. Sigurisht me Arber Ademin do të flasim për këtë çështje, por edhe çështjet e tjera të interesit publik që kanë të bëjnë me debatin politik ditor, por edhe për të tij. Arber Ademit, faleminderit që je pjesë e podcastit Rishtazi. Faleminderit për ftesën, gjithmonë është kënaqësi të jam këtu në mesin tuaj. Nuk mundet mos ta fillojmë këtë podcast me atë temë që shkaktoi gjithë atë reagim dhe që ka të bëjë me kthimin e një zyrtari të lartë të partisë tuaj ose ish zyrtarit, si do ta konsideroni ju, do t'rregoni, në Maqedoni pas ikjes të gjatë. Cili është komenti juaj fillimisht për këtë? Ju e dini qëndrimin e Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe atë qëndrim e ndajmë të gjithë brenda subjektit tonë politik, se kthimi i zotit Grupi është një hap pozitiv në sensin që të jetë i disponueshëm për organet e rendit, për organet e drejtësisë, me çka në një procedurë transparente do të shqyrtohen të gjitha argumentet që i ka në dispozicion dhe të hedhen poshtë spekulimet nga më të ndryshme të cilët kanë qarkulluar në opinionin publik për më tepër se një vit. Cilat spekulime ju bën më shumë përshtypje atëherë? Spekulimet kanë qenë nga më të ndryshmet. Pra duke krijuar konstruksione të ndryshme që janë në saja të një hakmarrjeje politike, që edhe një student i vitit parë në Fakultetit Drejtësisë do të sheh prej aeroplanet se bëhet fjalë për një përndjekje klasike politike, kur jemi tek ajo për çka akuzohesht edhe akuzohet ende zoti Grupi. Pra bëhet fjalë për një paradoks, për një absurditet të llojit të vet, kur dikush paramendoni të përndiqet për një vendim kolektiv të marrë në seancën e qeverisë dhe për nënshkrimin e të njëjtit. Ju e dini se kryesuesi i seancës, që zakonisht është kryeministri, e në mungesë të kryeministrit ndonjëri prej zëvendës kryeministrëve, në këtë rast zoti Grupi ka qenë zëvendës kryeministri i parë, ka udhëhequr seancët dhe ai i cili udhëheq seancët është i detyruar juridikisht, ligjërisht që t'i nënshkruaj të gjitha aktet për ato pika për cilët e ka udhëhequr seancën. Dakor, hipotetikisht do ta sqarojmë ndoshta edhe këtë rastin edhe një herë për çështjen e akuzës, por për ju si subjekt politik, ju mendoni që është akuzuar pa të drejtë? Po, edhe një student i vitit parë të Fakultetit Drejtësisë, kur e sheh se për një vendim kolektiv të qeverisë dikush përndiqet, sheh se diçka nuk shkon. Është krejtësisht e paqëndrueshme. Zoti Rashiti, në qoftë se qeveria, si organ kolektiv, sjell ndonjë vendim jo kushtetues, sjell ndonjë vendim jo ligjor, për arsye se qeveria sjell vetëm akte nënligjore, jo ligje, jo dhe aktin më të lartë juridik të vendit. Dhe në qoftë se vendimet e saj, aktet e saj janë nënligjore, janë në kundërshtim me kushtetutën dhe me ligjin, ka instanca të tjera kompetente që kanë ekskluzivitet për t'i shqyrtuar ato. Dhe ato janë gjykata kushtetuese në një dhe gjykata administrative në dy. Pra, nuk mundet një gjykatë penale edhe në një proces penal dikush të mbaj përgjegjësi për një vendim kolektiv. Prandaj ne e vlerësojmë kthimin e zotit Grupi si një hap pozitiv për të prezantuar rastin e tij, për të paraqitur argumentet e tij dhe për t'i dhënë fund spekulimeve nga më të ndryshmet që kanë qarkulluar për më tepër se një vit në opinionin publik. Sigurisht duhet marrë parasysh prezumimi i pafajësisë. Këtë e them në çdo bisedë për çdo të akuzuar për çështje dhe afera të mëdha. Megjithatë, nga aspekti politik, ju e konsideroni Artan Grupin të pafajshëm për rastin e akuzës? Jo vetëm Bashkimi Demokratik për Integrim, po vetë rendi juridik i vendit e konsideron të pafajshëm, për arsye se prezumimi i pafajësisë është një nga
principet kryesore jo vetëm në sistemin tonë të drejtësisë, por në të gjitha sistemet bashkohore, që do të thotë se çdo kush konsiderohet i pafajshëm derisa fajësia nuk vërtetohet me prandaj e përmenda formës së këtë momentin e prezumimit të pafajësisë, po për te këtij momenti, për ju është i pafajshëm apo? Ne konsiderojmë si hap pozitiv për të paraqitur rastin e tij dhe për të treguar pafajësinë e vet, që do të thotë e konsiderojmë si të pafajshëm ashtu siç e konsideron edhe vetë rendi juridik i vendit tonë. Dakor, a mendoni por një arsye më tepër, për arsye se partitë politike dhe individët, unë, ju dhe gjithë të tjerët, nuk jemi organi drejtësisë të cilët vendosin për fajësinë apo pafajësinë e dikujt. Prandaj shteti ka gjykatat, ka gjykatës, ka prokuror, ka organet e veta, institucionet e veta që në një proces transparent, duke respektuar të gjitha standardet profesionale, duke respektuar prezumimin e pafajësisë, duke respektuar liritë dhe drejtat e individit, duhet të shqyrtohet i gjithë ky rast dhe të paraqitet për para mbar opinionit, për arsye se çështja e zotit Grubi ka ngjallur interes të mbartë opinionit prej se është paraqitur si e tillë përpara qytetarëve. Dakor, kjo është aspekti formal. Tani dua t'ju pyes, a mendoni që në këtë moment të diskutimeve politike dhe të debateve politike në vend, kthimi i Artan Grupit e ka dëmtuar BDI-n? Jo, fare kjo çështje as nuk shtrohet për shqyrtim brenda organizatës tonë politike. Përkundrazi, kërkesa e institucioneve të vendit kanë qenë që zoti Grupi të jetë në dispozicion të tyre, edhe prandaj e konsiderojmë si hap pozitiv. Si një hap pozitiv që institucionet të veprojnë, po të veprojnë duke respektuar standardet profesionale edhe jo duke qenë pjesë e një konstruksioni për hakmarrje politike me akuzat të trilluara dhe të paqena. Por zoti Grupi është edhe në listën e zezë amerikane dhe prandaj bëj pyetjen që a ju dëmton si subjekt politik, sepse duke qenë i akuzuar dhe duke qenë në këtë listë, duke që ju nuk distancoheni me një keq qeverisje, që opinioni e ka si percepcion. Ne ju kujtohet që në ditën e parë kemi thënë se ne respektojmë të gjitha vendimet e partnerit tonë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne respektojmë vendimet e departamentit të shtetit dhe të njëjtat nuk i komentojmë. Është një proces krejtësisht më vete, asnjëherë nuk duhet të ngatrojmë akuzat e paqena dhe trillimet për hakmarrje politike të cilat i ngrisin institucionet këtu, të cilët i kanë ngritur institucionet këtu, dhe çështja e listës së zezë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne i respektojmë vendimet e Shtetit Bashkuara të Amerikës, jemi të interesuar, po e dëshmojmë edhe sot, gati 2 vite që jemi në opozitë, se partner kryesor, aleat kryesor, kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ne presim që me kthimin e zotit Grubi, që edhe këtë çështje zoti Grubi individualisht ta sqaroj me autoritetet amerikane. Tani, pozicioni i BDI-s është i tillë që në shumëtën e rasteve e jep kritika duke qenë në opozitë, dhe sigurisht kur je në opozitë është më e lehtë, por shpesh fjalët që ju thoni nuk e kanë peshën e duhur. Pse? Sepse në të kaluarën nuk keni vepruar kur partneri strategjik, apo përmend Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ju ka paralajmëruar dhe ju nuk jeni distancuar me figurat tuaja politike që kanë qenë problematike. Sot, nga një distancë kohore, si sekretari përgjithshëm i BDI-s Arber Ademi, a nuk ju vjen keq që figurat të cilat u futën në listën e zezë nga BDI-a vetë nuk i distancoj me kohë? Ne jemi parti politike, apo, dhe çdo parti tjetër politike në vend, përfshirë edhe neve, nuk mund ta ketë tagrin që të vendos për fajësinë, pafajësinë, për shqyrtimet argumenteve lidhur me çështjet që prekin individ të caktuar, për atë ekzistojnë institucionet e vendit. Prandaj ne, çka kemi bë? Kemi thënë të gjejmë një zgjidhje sistemore, të bëjmë vetting të gjithë përfaqësuesit politik. A nuk është kjo në të njëjtën linjë me kërkesat për pastrimin e figurave? Po qytetarët, a e di çfarë thonë?
që ju e mbroni krimin, prandaj njerëzit e BDI-s ishin të fuqishëm, mund të bënin çfarë të donin, as Amerikës nuk i trembeshin, prandaj dhe BDI as nuk i largoi, madje i mbajti afër sepse ja mbushën xhepat BDI-s. Jo, absolutisht qytetarët nuk e thonë këtë, nëse shikoni edhe analizoni figurat të caktuara, cilët janë të konsumuara politikisht, sot nuk janë me BDI-n, po janë me Vlenin, duke filluar nga Izet Mexhiti për 20 vite që ka qëndruar në BDI, duke filluar nga Ramiz Merko, prej nga Vini edhe ju nga Struga, ai punoi për VMRO Dopomanen dhe Vlenin në këto zjerë. Me që i përmendni këto figura, duhesht të ishin larguar me kohë, krejt e dinin, ishin sinjalet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga ndoshta keq qeverisja që ju vete thoni, dhe ju i mbanit, atëre? Jo nëse ka mundësi që të përgjigjem. Ne në giotinë asnjërin prej individëve nuk mund ta vendosim. Jo, largimi nga partia mund të bëhet. Largimi ka ndodhur natyrshëm, reformimi i BDI-s ka ndodhur natyrshëm, prej ditës kur kryetari i BDI, Zoti Ali Ahmeti, tha duhet me do e mos vetting të bëhet në këtë shtet, që të kontrollohet, skanohet personaliteti i çdo përfaqësuesi politik në 30 e sa vite që nga pavarësimi deri më sot. Po ashtu Zoti Ahmeti shkoi edhe një hap më larg. Tha duhet të hetohet pasuria e secilit politikan, i të kaluarës, i tanishëm, po edhe çdo kush tjetër i cili do të performon në skenën politike të vendit. Hetim për gjyqtar, prokuror, polic, për arsye se edhe këtu kemi shumë punë për të bërë si shtet, si shoqëri, si popull. Prandaj, kur u ngritën këto çështje, madje edhe zyrtarisht janë propozuar, dhe Zoti Rashidi në vitin 2020 ligji për vetting i Bashkimit Demokratik për Integrim ka kaluar leximin e parë. Po të gjithë thonë që këto veprime erdhën në kohën kur si të më dhe jeni në opozit, jo kur ishit në pushtet. Jo. Dhe ja tani i jepni zë kësaj logjike tani nga pozicionet Zoti Rashidi pa pushtet. Nga viti 2020, sot jemi 2026, kanë kaluar plot 6 vite. Atëherë kemi qenë në pushtet, tash po i bëjmë 2 vite që jemi në opozit. Narrativi i BDI-s, përcaktimet e BDI-s nuk kanë ndryshuar, janë të njëjta, vetting. E ata të cilët nuk pajtohen me përcaktimin tonë për vetting, ata gjejnë strehe në parti tjera politike, të cilët sot po e obstruksionojnë vettingun. Ja, na nuk kemi shumicë në kuvend prej 61 votash. Ja, shumica aktuale ka. Ja, shumica aktuale ka monopolin e aparatit shtetëror. Në të gjitha levat, në të gjitha shtresat, pse nuk e mbështesin një nismë të këtillë për një vetting me mbikëqyrje ndërkombëtare? Nëse Arber Ademi gabon, nuk respekton ligjin, shkel ligjin, nuk mund të jetë përgjegjësia edhe Nazim Rashitit dhe një kolektiviteti njerëzish. Po do të përgjigjet Arber Ademi. Pa diskutim në gjykata, në proces gjyqësor, dhe ne e tham për çdo person që të jetë, prezumimi pafajësisë është i tillë, sistemi juridik është i tillë që askush nuk duhet, se ju një profesor e dini po aq sa mirë edhe unë, që askush nuk duhet të dëshmoj pafajësinë, por dikush të tjetër duhet të dëshmoj fajësinë. Ne të gjitha këto gjëra e dim si funksionojnë. Puna është nga aspekti politik dhe moralit politik, në qoftë se ke një figurë që dëmton procesin, që dëmton partinë, që dëmton edhe gjithë frymën për të cilin ju flisni, ata persona nuk mund të gjykojnë në gjyq, po ju si subjekt politik mund t'i largoni dhe ju nuk i larguat. Dhe këtu është përshtypja që keni mbrojtur persona të cilat në fund të fundit edhe kjo qeveri edhe qeveritë e kaluara ka pas persona që kanë shkelur ligjin. Kjo është fakt. A e di pse nuk pajtohem me ju në këtë konstatim, Zoti Rashidi, se unë po them ka ndodhur një reformim substancial, i natyrshëm në BDI, i natyrshëm. Ata të cilët nuk janë pajtu me këto përcaktimet BDI-s, kanë shikuar të gjejnë strehe në subjekte tjera politike, dhe sot kur flasim për Bashkimin Demokratik për Integrim, jo e dini se pas 20 dhjetorit, pas kongresit të 20 dhjetorit, 82% e Këshillit Përgjithshëm është me antar që për herë të parë janë antar në Këshillin e Përgjithshëm. Jo e dini se na 18% bëj pjesë unë, bën pjesë Bujar Osmani, bën pjesë Faton Ahmeti, bën pjesë Arta Bilali, Arbana. Po e dim se e kemi ndjekur. Po ma thuni se cila parti bën një reformë të këtillë. Dakor.
edhe të natyrshme, po edhe zgjedhore me vendimet e institucioneve të saj të brendshme, organeve të saj, ku në Kongres zgjedh 82% njerëz që për herë të parë janë në këtë organ. Pra ndaj u pyeta nëse ardhja e Artan Grupit e dëmton imazhin e BDI-s në këtë moment, duke marrë parasysh këtë që thatë, por edhe gjithë situatën. Po për ta përmbyll çështjen e Artan Grupit, që mos ta bëjmë gjithë këtë podcast për këtë, sepse dua t'ju pyes edhe për çështje të tjera. Një ide, prandaj u pyeta se në cilën nga ndoshta spekulimet ju ka bërë më shumë përshtypje, ishte se në fakt BDI-ja duhet të ketë frikë nga kthimi i Artan Grupit, sepse ndoshta në pozitën që është mund të flasë për keqpërdorime të tjera të zyrtarëve të lartë të BDI-s. Absolutisht, kjo nuk qëndron. Ky Frankensteini politik i zotit Mickoski quajtur vlen në situatë paniku me kthimin e zotit Grupi këtu, nuk ditën çfarë të trillojnë dhe thanë ai përbën një kuti të zezë i cili tash do nxjerr storje, kështu legjenda urbane. Mirë po fare, BDI sigurisht se e mirëpret Eduard Troket, e konsideron si hap pozitiv ardhjen e zotit Grupi dhe në proces transparent. Ne po insistojmë që procesi të jetë transparent. Pra nuk keni frikë se ai do të zbulojë keqpërdorime të tjera. Absolutisht. A është pazar politik rikthimi i Artan Grupit mes BDI-s, Ali Ahmetit, Mickovskit dhe VMRO-s? Absolutisht ja. Po ne jemi në opozitë. Kur duam themi BDI është në pozitë, është e pafuqishme, pastaj kur duhet t'ja faturojmë diçka BDI-s, themi po ju jeni të fuqishëm. More jemi në opozitë, ne po kërkojmë vetting, ne po kërkojmë hetim edhe për privatizimin kriminal të këtij shteti, hetim edhe për njerëzit që kanë punuar në shërbime sekrete nga viti 1945, nga OZNA, UDB-ja e deri tek ANB-ja e sotme. Po kërkojmë hetim, ata të cilët frigohen, nuk kërkojnë një gjë të tillë. Po këto pyetje lindin sepse pse erdhi tani në këtë moment, apo ishte më shumë se një vit i larguar dhe kur ndodh kthimi sigurisht që pyetjet deri diku janë legjitime të asaj se pse vendosi kthimin tani. Dhe prandaj dhe janë diskutimet në opinion që mos doshta ka pazare, mos doshta ka frikra e gjithë këto. Po t'ishte kthyer zoti Grupi derisa ne të kishim qenë në pushtet. Nëse në ndërkohë do të ishim në pushtet, a do të kishte pyetje të këtilla? Pse me siguri. Ju lut. Në çdo kohë që janë aty prandaj. Po, në çdo kohë që të kthehej zoti Grupi, do të mund të ngriteshin pyetje të këtilla hipotetike, mirë po unë personalisht nuk jam për të përgjigjur në pyetje hipotetike, konspiracione të cilat vetëm ata të cilët ndjehen friksuar i krijojnë këto legjenda urbane, por ne themi është hap i cili është pozitiv dhe drejtësia le të flet duke respektuar standardet profesionale, jo duke bërë gjyeti shtrigash. Dakord, se nëse vazhdoj të pyes sigurisht do të përgjigjemi një lloj ose do përgjigjesh një lloj me këtë retorike, vetmja çështje është që nëse do të kishit dashur si strukturë politike të kishte ndodhur një distancim më i hershëm me Artan Grupin, do ta kishit bërë, nëse do të kishit mundësi për vetë faktin që çfarë do lloj imazhi dhe percepsioni që ekzistonte, në fakt mos t'i veshës kësaj strukture të re. Do të kishit dashur të ishit distancuar nga Artan Grupi më herët? Jo, zoti Grupi vetë është prononcuar që në ditën e parë kur është përballur jo me këto akuza të trilluara nga institucionet tona vendore që janë qesharake, të paqëndrueshme totalisht, po kur është bërë pjesë e listës zez, i cili është tërhequr nga jeta publike dhe politike. Por edhe sot gjatë gjithë kësaj periudhe ka qenë politikisht jo aktiv. Po unë ju parashtroj zoti Rashidi pyetjen, juve. Po këta të tjerat nga Maqedonia e Veriut, të cilët janë në listë të zezë amerikane, shumë para zotit Grupi, e që sot këtu na mbajnë leksione morale, as do të duhet ne ta ngrisim këtë pyetje? Ne edhe këto pyetje e kemi bërë edhe atyre.
Ju e dini shumë mirë, kështu që kjo nuk është çështje tani ju kam këtu, prandaj ju pyes. Mu më vjen keq për arsye se ne normalizojmë biznismen, oligark, ish politikan të cilët janë në çdo deal të zi. Çdo marrëveshje të zezë e që po e mbojnë të frenuar shtetin që mos të hapëroj përpara. E gjithë çështja gjithmonë ka qenë se pse shteti nuk ka ngritur pa di për këto njerëz. Ambasada, zyrtarë të lartë të ambasadës, ambasadorë të nderuar kanë thënë kur ne e dim, si mundet shteti mos të di keq përdorimin e këtyre. Kështu që kjo çështje është shtruar, po tani me që ju kam juve, prandaj e bëj këtë bisedë me juve dhe prandaj ngrej pyetjet me juve. Unë po flas për këta persona se këta janë politikisht aktiv. Atëre është çështja e institucioneve juridike që nuk i ngren këto çështje, pra prandaj të cilat janë drejtuar në një kohë edhe prej jush. Mirë, po gjyqin publik kujt po ja bëjmë? Apo ja u bëjmë institucioneve tash në këtë rast BDI-s? Jo, në këtë rast për arsye të aktualizimit të çështjes, unë flas me ju për rastin konkret. Ne nuk mund të jemi fajtor kujdestar për çdo gjë që ndodh në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ju kisha lutë, ju kisha inkuraju. Nëse ne kujdesemi për interesin e përgjithshëm, për interesin publik, ju lutem, të merreni me këta njerëz, të cilët po e mbajnë peng Republikën e Maqedonisë dhe s'po e lënë të antarësohet në Bashkimin Evropian, për t'i ruajtur monopolet që në mënyrë kriminale i kanë krijuar. Ja, do t'i pyes edhe këtë çështje në fund për ta përmbyllur këtë. Imazhi i përgjithshëm ishte se pikërisht zoti grupi dhe qeverisja e asaj kohe kishte një lloj arrogance në mënyrën se si përshfaqej në publik. A mendoni që kjo arrogancë e ka sjell këtë reagim i cili vjen tani dhe është shumë vështirë ti vënë në normalitet çështjet ndëretnike, qoftë edhe fjalën tuaj ose kritikën tuaj, e cila sigurisht, siç thoni ju, duhet të merret më seriozisht? Më thoni në cilën periudhë keni dëgjuar deklaratën nga institucionet ku kemi kërcënim të hapur publik që edhe përveshin nga shtëpia do t'ju tërheqi zvarë dhe do t'ju vendosë në burg, në kohën e BDI kur ka qeverisur apo BDI kur nuk ka qeverisur? Është kjo forma më e lartë e manifestimit të arrogancës të cilën po e bën kjo qeveri, kjo tash. Si mund të qëndrojmë të heshtur ndaj një qasje të këtill, pa skrupullt, arrogante, mos ta themi asnjë fjalë për këtë, gjoja më herët ka patur ndonjë farë aksioni arrogant apo qasje arrogante. Jo, zoti Rashidi. Bashkimi Demokratik për Integrim, po të mos kishte punuar, po mos të kishte kapitalin e vetë politik si rezultat i realizimeve të projekteve politike, nuk do të dilte forca kryesore politike në vend. I fitoi zgjedhjen në vitin 2024, edhe në vitin 2025, në rrafsh kombëtar është forca kryesore politike ndër shqiptarët në vend. Prandaj, qytetarët e kanë fjalën, që nëse është dikush arrogant, ai do duhet të ndëshkohet, apo? Me votu, se jemi në demokraci po jetojmë. Mirë po, qytetarët ende në mënyrë absolute edhe për skaj çfarë do lloj inxhinieringu, e konstruksioni, e akrobacioni, si rezultat i keqpërdorimit të institucioneve shtetërore që ndodhi, e dhanë votën, e dhanë në mbështetjen. I kemi diskutuar këto çështje e numrave, po ja ti marrim ndoshta temat e tjera. Çështja e jurisprudencës, e provimit. Dy aspekte, një reagimi aktual i klasës apo qeverisëse, dhe dyta pse nuk janë zgjedhur këto çështje më herët kur realisht BDI-ja kishte pushtet shumë të madh dhe nuk i zgjodhi deri në fund. Këta sot që janë dëshironi të thoni se s'kan pushtet, apo? Jo, jemi duke thënë që këtu pajtohemi. Ja të jemi korrekt. Rolin duke bazuar numrat në parlament. Jo vetëm numrat. Pushteti i BDI-s jo vetëm numrat. Me numrat që kishte në qeverisje ishte shumë i madh se tani. Tani kjo është historia, kujt i pëlqen, kujt nuk i pëlqen, nuk mund ta themi. Po ju pyes prandaj për këtë problem. Si e shikoni sot? Unë mund të jap opinionin tim, po me që jeni këtu, po ju pyes. A do kishit dashur këto çështje të ishin mbyll dhe mos ktheheshin mbrapa, mos mbesin pengi këtyre diskutimeve ende? Zoti Rashidi, vetëm sa i përket pushtetit, numrave,
ne kemi qenë qeverisje, kur vëmëro dhe pëmëne ka patër edhe 64, jo 58 si sot, kur ka patër 62, 63. Mirë po, kjo sjellje pa takat në aparate e reanimimi të një përfaqësuesi gjoja shqiptarë në thojza, është e pa precedent në vendin tonë. E tash t'i kthejmë çështjes së provimit jurisprudencës. Çështja është e qartë juridikisht. Këtu po e them, po flas edhe me sfondin e një juristi, një profesori të drejtësisë. E keni ligjin për gjuhët, i sjellur më vitin 2019. Neni 1 paragrafin 3, neni 2 në tërsi, neni 6 paragrafi 1 dhe neni 23 paragrafi 4 dhe 5 e rregullon këtë çështje. A më thoni pse se parashtroni një pyetje? Pse provimi për në punësit administrativ, që është provim profesional, mbahet në gjuhën shqipe? Ligji për në punës administrativ se rregullon çështjen e gjuhës. Pse ai provim atje mbahet në gjuhën shqipe e ky s'pas ka mundësi të mbahet në gjuhën shqipe? Pse për mjek provimi profesional mbahet në gjuhën shqipe e ky provim mos mbahet në gjuhën shqipe? Pra, ligji për gjuhët, e kam thënë edhe në prononcimet e mia në rrjetet sociale, është lex specialis. Pra po kthehem tek studentët e mi të vitit parë, që e mësojnë një maksim, një rregull, bazë, thot lex specialis derogat legi generali, që thot ligji special shfuqizon, derogon ligjin e përgjithshëm. Ne kemi sjell ligj për gjuhën, dhe neni 23, paragrafi 4 dhe 5, edhe shprehimisht ja jep statusin e ligjit special, se po të mos ishin këto dispozita, prap do të ishte ligj special. Po edhe shprehimi. Pse kemi këtë situatë? Klutë, vetëm juridikisht ta rrumbullaksoj edhe pastaj do e vlerësoj. Do përgjigjem në çfarë do lloj pyetje. Thot, të gjitha ligjet tjera në afat brenda një viti duhet harmonizohen me këtë ligj, pra me ligjin për gjuhët. Pastaj thot, nëse nuk harmonizohen brenda këtij afati, ligjet tjera me këtë ligj, do të zbatohen dispozitat e këtij ligji, pra ligjit për gjuhën. Por çfarë dojmë të shpikim ne? Do një rregull krejtësisht re juridike që nga Roma e lashtë janë vendosur dhe janë respektuar dhe i ka mbijetuar civilizimeve në periudha të ndryshme ekonomiko-shoqërore? Shikoni, unë pajtoj me ju sepse e dha shembullin, në qoftë se ka profesione të tjera për ligjet profesionale jepen në të njëjtin gjuhë, pra në gjuhën shqipe, dhe nëse arsimi është bërë 4 vjet në gjuhën shqipe, një provim i tillë që verifikon dijen e asaj gjë duhet të jetë në shqip. Por kjo situatë ndodh sepse ose ka interpretime ligjore, të cilat një pjesë e opinionit thotë se nuk janë saktësuar siç duhet, ose ka një mungesë të vullnetit politik. Atëherë, pyetja ime për ju është, pse mendoni që është krijuar gjithë kjo lehtësi për të rikthyer këtë çështje aq lehtë, pra diskutimin për përdorimin e shqipes? Ministri Filkov duhet përgjigjet penalisht për mos respektim të detyrës së vetë zyrtare, konkretisht për keqpërdorim të detyrës zyrtare, për arsye se korniza juridiko-ligjore është e qartë. E di absurdi çka ndodh zoti Rashiti, se nga deklaratat shpesh ta krijohet kakofonia dhe po na ikin gjërat. Në përgjigjen zyrtare me shkrim, ministri Filkov ndaj studentëve thotë se që të punosh gjykat, avokat, prokuror, noter, e kështu me radhë, duhet nevojitet pra njohja aktive e gjuhës maqedonase. Pra ndaj thot provimi i jurisprudencës është test për kontrollimin e njohurive gjuhësore. Dhe kur merr përgjigjen nga mbar opinioni se kjo fare nuk qëndron, e ka e zeza mbi të bardhë. E kam edhe me shkrim edhe opinioni, edhe mediat e kanë. E kemi sfiduar pastaj ai para 2 javësh thot, kjo është test profesional, e harron atë test për kontroll njohurive gjyqësore dhe nuk është proces administrativ. Po të ishte proces administrativ, do të aplikojishte gjuha shqipe, po është test profesional. Po pajtohem se është test profesional. Po ato njohuri profesionale si i kanë marrë studentët? Në cilën gjuhë? Pikërisht, po edhe për testin profesional, aq më tepër lejon ligji për gjuhën që në 1 paragrafi 3 flet për komisionet të cilët formohen nga organet e shtetit. Atë test profesional para kujt e japim? Para një komisioni apo? Po pse lejohet aty? Shprehimisht lejohet.
Atëre, prap po them, si e shpjegoni faktin që rikthehet këto tema? Është mungesë e vullnetit apo paqartësia ligjore të cilën ndoshta është lënë në të kaluarën? Zoti Rashidi, shumë rënd gabojmë nëse ngrisim si dilemë, a është interpretim, çështje interpretimi, a është paqartësia ligjore? Paqartësi ligjore nuk është. Ligji është i qartë. Shumë i qartë është në këtë drejtim. Këtu është as çështje interpretimi nuk është. Dakor. Se s'qëndron, po është çështja mungesës së vullnetit. A do ngreni pa di atëherë? Çështja mungesë. Se ju tha që duhet të përgjigjet penalisht. Po, jo edhe në konferencë për shtyp përfaqësuesit e subjektit tonë kanë thënë se ministri Filkov ka konsumuar të gjitha elementet e veprës penale për keqpërdorim pozitës zyrtare. Dakor. Tani jemi në një situatë ku ja me që përmendim ligjin dhe me që jeni profesor, si e shikoni gjithë debatin për ligjin për arsimin? Se dua pastaj t'ju pyes për mënyrën e qeverisjes, sepse keni dhënë disa opsione për shkak të tensioneve që po shfaqen rreth përdorimit të gjuhës, mënyrën e vendimeve, ndarjen e buxheteve kështu me radhë, por ligji për arsimin një herë. Ligji për arsimin e lartë është diskutuar në organet partijake, madje në Këshill Përgjithshëm si pikë veçantë, është plotësuar ende ditës për çështjen e këtij. Bashkimi Demokratik për Integrim ka ngritur grup punues nga 18 profesorë universitar që kanë shqyrtuar ligjin për arsimin e lartë. Ka 8 komente negative, duke filluar nga autonomia, cënimi i autonomisë universitare e deri tek instalimi i pabarazisë të stafit akademik, duke kërkuar kushte që as vetë këta të cilët po i kap amnestia me këtë ligj nuk i plotësojnë. Ka mjaft dispozita për të cilët do të duhet të diskutojmë, mirë po ne mbetemi që të përkushtohemi një dialogu konstruktiv për të përmirësuar tekstin e ligjit, megjithëse ndoshta zgjidhja më adekuate ishte tërheqja e të njëjtit propozim ligj dhe draft ligj dhe hartimi një drafti tjetër. Okej, domethënë pajtoheni që duhet të ketë një ligj për të modernizuar arsimin, por nuk pajtoheni me dispozita specifike të tij. Me konceptin e ligjit në tërësi nuk pajtohemi dhe janë ngritur me të drejtë shumë dilema në komunitetin akademik. Pra po e them, prej cënimit të autonomisë universitare, që është vlerë kushtetuese, kategori kushtetuese autonomia universiteteve, deri tek instalimi i pabarazisë. Nuk mundemi tash ne të krijojmë një zgjidhje ligjore për të siguruar monopol në arsimin e lartë një universiteti, vetëm një universiteti të caktuar, ndërsa të tjerët ti trajtojmë si dytësore. Çfarë nëse ky ligj kalon? Pra, ne sigurisht se jemi të interesuar përmirësojmë tekstin e ligjit, ndërsa në këtë formë është i papranueshëm për Bashkimin Demokratik për Integrim. Në çështje diplomatike flitet se keni dërguar një non-paper, një dokument pikërisht tek ambasadat të huaja, nga ajo që unë kam dëgjuar, dhe aty specifikisht përmenden disa zgjidhje të cilat edhe janë artikuluar, nuk janë artikuluar siç është qeveria me badenter apo sidomos edhe vendimi në gjykatën kushtetuese po aq me badenter. Por pyetja ime është, në këtë atmosferë politike, me një ndarje të madhe dhe me një reflektim të madh të marrëdhënieve ndëretnike, a mendoni që këto propozime mund të pranohen? Shikoni, kur para vitit 2001 deputetët shqiptarë thonin se do të vi dita kur në kuvendin e Maqedonisë do të flitet shqip, dikush i qesheshte me deklaratat të këtilla se gjoja se si mund të arrihet, po ja që u arrit. Kur dikush mendonte se asnjëherë nuk do të mund vendosen themelet e demokracisë konsociative para vitit 2001 në Maqedoni, gjithashtu përqesheshin e ide të këtilla. Është e vërtetë se marrëdhëniet ndëretnike janë acaruar. Është e vërtetë se kemi një polarizim
në shoqëri këtu te ne, mbi baza etnike, po dhe mbi baza të tjera, që ta themi të vërtetën. Është e vërtetë se rezultatet në planin e brendshëm të kësaj qeverie i mungojnë shumë. Nuk ka asnjë reformë për 2 vite. Viti i parë është viti i reformave, po bën 2 vite. Për çfarë reforme mund të flasim ne sot? A na kujtohet diçka se ndonjë reformë e madhe, e caktuar, progresive është në ndërmarrje? Në kushtet dhe rrethonat, kur në politikën e jashtme, Republika Maqedonisë së Veriut po pëson fiasko, mund me plot gojë të themi se është një shtet i izoluar, fatkeqësisht një qeverie të këtill pa legjitimitet etnik i ka mbetur vetëm një kartë në dorë për ta ruajtur fatkeqësisht atë popularitet ndër qytetarët. Ajo është karta e marrëdhënieve ndëretnike. Prandaj jo rastësisht qeveria u themelua, u konstitua pa respektim të legitimitetit të shqiptarëve. Zoti Rashidi, shpeshherë kemi diskutuar legitimitetin, po ndalem te qeveria me Badenter. Pse? Pse unë të jem më i mirë si parti politike? Pse të kem program më cilësor? Pse të kam zgjidhje më të mira? Pse të ofroj perspektivë më të mire, më të qëndrueshme? Pse të kem politikë kadrovike më të mirë? Edhe në fund, pse edhe të fitoj zgjedhjet, kur nga i rezultat asgjë nuk varet? Humb sensi Zoti Rashidi më i garës në një situatë. Okej, dakord, po. Ja pyetja është që të gjithë e bëjnë, pse se janë propozuar këto më herë, se kjo logjik mban. Nuk më merr mendja që dikush nga pjesa shqiptare e politikës do ta mohojë këtë gjë. Si i logjik. Po e mohojnë Zoti Rashidi. E mohojnë për hir të diskutimeve kështu, po parimisht nuk e mohojnë. Tani çështja është pse nuk janë ngritur këto parime më herët. E di që është një pyetje që është bërë disa herë, por megjithatë mendoj që duhet ta adresohet që të gjithë pastaj, pse e bëj këtë pyetje, sepse për të ndodhur këto ndryshime duhen të gjithë, duhet edhe pjesa shqiptare që është në qeveri për të pranuar këtë koncept, për të votuar, pra duhet një ndryshim më i madh kushtetues shoqëror. Prandaj e bëj këtë pyetje. Apo thoni se edhe ata dakordohen. Po unë mendoj se ata nuk dakordohen me këtë, për arsye se ata tentojnë si humbs gjithmonë ta kenë karrikën e rezervuar në qeveri. Ne nuk dëshirojmë si humbs të jemi në qeveri. S'di si ta themi. Ne propozojmë zgjidhje, nëse BDI humb zgjedhjet, nuk e ka marrë vendin në qeveri. Duhet të rrinë opozitë, të reflektojnë në opozitë edhe ta merr besimin e qytetarëve. Kur ta merr besimin e qytetarëve, atëherë ti përfaqësoj qytetarët. Po, pse kjo zgjidhje, pse ky propozim Zoti Rashidi, nëse më lejoni. Po. Në qoftë se kjo instalohet si praktikë që jo fituesi, po kushdo qoftë në një krijesë artificiale politike që për çast informohet dhe hyn në qeveri, atëherë do të krijohen elita politike shqiptare që më të rëndësishme do ta kenë kohabitacionin me fituesin potencial tek maqedonasit. Dhe dal nga dal do e humbin lidhjen me qytetarin. Parti politike dhe qytetar do humbet lidhja. Po ajo energjia e qytetarëve do të prodhoj forca tjera që do t'i përfaqësoj. E atëherë është e rrezikshme për arsye se mund të ekspozohemi përpara rrymave të ndryshme radikale. Prandaj që ne jemi përcaktuar për unitaritetin e këtij shteti, apo për një demokraci konsociative, për një demokraci ku secili e ka zërin e vet, ku respektohet, ku merr pjesë në vendimarrje, atëherë prandaj qeveri me Badenter. Dhe nëse kthehemi mbrapa, Zoti Rashidi, vetëm edhe këtë. Pse jo më herët e pse tani? Këtë duhet të përgjigjim. 2006-2008 ndodhi për herë të parë. Edhe nga ajo kohë, edhe para asaj, deri në 2024 është respektu ky parim qeverisë me Badenter. Edhe ka patur marrëveshje e majit e vitit 2007, ku është formuar qeveria me Badenter. Ka patur shumicën e Badenterit, ka patur legitimitetin etnik. Tani këta me ngulm po na kthejnë mbrapa për të krijuar edhe tensionin, mungesë të rezultateve edhe në brendshme. Ja të ta bëj pyetje ndryshe. Në qoftë se BDI vihet në një pozicion që të jetë fitues. Po. Dhe ky parim, sepse kjo do duhet të ndryshoj në ligje ky parim, apo duhet të ligjin për qeverinë mund të intervenohet. Po. Dhe në qoftë se nuk ka vullnet për të ndryshuar ligji, normat ligjore për të arritur ky parim, çfarë do të bëjë BDI atëherë?
Po mirë, kjo zgjidhje. Do të jetë kushti për të hyrë në qeveri? Po sigurisht se po. Ne kemi thonë se qeveri me badenter është kusht dhe kjo është një nga rezolutat që del nga Kongresi. Kjo e ruan edhe unitaritetin e shtetit, po e ruan edhe koezionin ndëretnik. Edhe është plotësisht me atë çka parashë marrëveshja e Ohrit dhe kushtetuta e vendit. Po e përsëris edhe një nga gjetjet brillante të autorit të marrëveshjes së Ohrit, Paul Williams, është, sa thot, amandamenti 6 që është pjesë e kushtetutës që bëron nga marrëveshja e Ohrit. Thot, përfaqësimi drejt dhe adekuat i të gjitha bashkësive etnike në të gjitha organet e pushtetit shtetëror nuk është vetëm princip i cili duhet të respektohet vetëm gjatë punësimit, po dhe gjatë konstituimit të organeve, se flet për organet e pushtetit shtetëror. E prandaj, një gjetje të këtill e konteston edhe legalitetin kësaj qeverie. E ne, nëse jemi dakorduar që bashkarisht të ndërtojmë këtë shtet, që bashkarisht të hecim përpara, të ndërtojmë perspektivët të qytetarëve tonë, pse duhet të jetë problem kur i njëjti parim është respektuar me përjashtim të vitit 2006-2008. Realiteti është që për momentin atmosfera politike, sidomos në kampi maqedon, është e tillë që nuk e dia do të pranohesh një propozim i tillë. Prandaj po e bëj pyetjen, a do të ishte kusht për qeverisje? Siç dua të kaloj te tema tjetër, që është gjykata kushtetuese dhe propozimi që ju e jepni, që është vendimet me badenter për ligjet të cilat janë sjell me badenter. Edhe për këtë gjë do të duhet të ketë ndryshime ligjore. Mendoni që mund të bindni partnerët Maqedonas, kushdo qofshin ato, që të pranojnë këto kushte? Para tek argumenti po kthejem. Nëse ne me marrëveshjen e Ohrit, paqësore të Ohrit, jemi përcaktuar se akte të caktuara juridike, qofshin edhe ato ligjore të cilat i sjell Kuvendi, duhet votohen me shumicë të badenterit. Atëherë pse duhet të jetë problem kjo? Aq më tepër, zoti Rashidi, aq më tepër, merreni ligjin për referendum. Neni 28 paragrafi 3, ku thot, për të gjitha aktet ligjore të Kuvendit që janë sjell me badenter, nuk mund të organizohet referendum. Sistemi politik i vendit i joni nuk e lejon majorizimin. Para mendoni, qytetarët me referendum mund të vendosin të ndryshojnë kufijt, bashkohen të një shteti tjetër, po jo të ndryshojnë ligjin me badenter. E 6 gjyqtar Maqedonas këtu ta kenë ekskluzivitetin me majorizim etnik, pa argumente profesionale, duke shndërruar gjykatën kushtetuese në institucion parapolitik, ta abrogojnë, të shfuqizojnë e të minojnë marrëveshjen e Ohrit. A duhet ta lejojnë ne këtë? Në anën e kujt janë argumente? Përsëri, jo që nuk është bërë pyetja, pse kjo nuk është rregulluar më herët? Zoti Rashidi, më tregoni kur është problematizuar ndonjë çështje e këtillë? Prej 2001-shit e këndej. A ndodhi 2006-2007 vetëm për flamujt? Po shiko, nuk ka nevojë të problematizohet, ti mund t'i prish disa çështjeve, mos t'i lësh rastësisht, sepse ju për shembull thoni nuk ka pas problem më herët, prandaj nuk kemi pas nevojë të bëjmë ndërhyrje ligjore. Po aq vlen pyetja, duke marrë parasysh kontekstin në të cilin jetojmë dhe nuk mund të parashikoheshte që do vi një moment që do sfidohen këto realitete? Nuk mund të parashikosh abuzimet me sistemin, abuzimin me institucionet. Zoti Rashidi, që një situatë hipotetike, a ka mundësi edhe po t'ishte parapa badenteri në gjykatën kushtetuese. Çka nëse 2 gjykatësit shqiptar do të kishin qenë të shantazhuar, ku e di çka, edhe të ngrejnë dorën bashkë me 6 gjyqtar Maqedonas. A do të ishte në rregull? Prandaj, çfarë do që të parashikosh? Nuk mund të parashikosh abuzimin me sistemin, keqpërdorimin e institucion. Këtu kemi keqpërdorim klasik. Domethënë ju thoni se reagoni tani për shkak të një situate të krijuar e cila nuk ekzistonte më herët. Po, s'ka ekzistuar. Megjithatë, me që jemi te gjykata kushtetuese, dua një koment tuaj për disa procese që janë filluar që hynë pikërisht në diskutimin e sferës të marrëdhënieve ndëretnike, siç është ndërimi i rrugëve në Tetov, apo niveli përdorimi të gjuhës, apo përkthimi i emrave të institucioneve, toponimeve. Si e komentoni këtë dhe pse gjykata kushtetuese sipas jush papritur e pakujtuar disi duket që i ka hapur këtë çështje? Kjo qeveri nuk e ka badenterin, apo? Edhe në pamundësi që me badenter të sjellë çfarëdo lloj ligjesh në kuvend, se kanë mundësi,
As referendum s'mund të organizojnë për shfuqizimin e aty në ligjeve, e vetmja levë këtij pushteti i ka mbetur gjykata kushtetuese dhe instrumentalizimi i saj. Prandaj sot ju gjuhën shqipe e keni në procedurë. 75 faqe është referati për shfuqizimin e 18 dispozitave të ligjit për gjuhën shqipe. Ende është në proces. Prej ku atë zell? Në parlament s'mund ta ndryshoj. Me referendum s'mund ta ndryshoj, se në 28 paragrafi 3 nuk lejon në referendum, ju ka mbet kjo, ta instrumentalizojnë këtë institucion. Tjetër, Jetë më direkt për çështjen e gjuhës shqipe, se është shumë delikate. Po. Çfarë ose si do reagoni ju si BDI nëse shfuqizohen këto nene të përdorimit të gjuhës shqipe? Unë uroj që të heqin dorë nga ky aktivitet politik, se kjo politik nuk është profesional. Gjykata kushtetuese, sepse kjo do të nënkuptonte të kthim para vitit 2001. Kjo do të nënkuptonte. Ndërsa BDI do i shfrytëzoj të gjitha mekanizmat demokratik për t'ja pëmundsoj gjykatës kushtetuese që të ndërhyjnë në mënyrë brutale në rendin juridik kushtetues të vendit. Sepse këtu më konsumohen elementet e veprës penale keqpërdorimit pozitës zyrtare nga këta gjyqtar, të cilët me diktat partijak e etnik ngrisin çështje të cilët janë mbyllura prej kohësh. Do të organizoj protesta, doni do të thonë. Po ne organizuam edhe atër protesta, madje organizuam edhe roje 24 orëshe kur paraprakisht e pam vendimin. Domethënë vendimi nuk priteshte të merreshte në seancë. Paraprakisht ishte shënuar 75 faqe referati për 18 dispozita që të shfuqizohen. Kjo është fatkeqësia e Zotit Rashidi, s'di mënyrë më të mirë për me u tregu se si kjo gjykatë është instrumentalizuar. Çfarë do të bëni ose si e shikoni, sepse ju ndërpreva në komentin tuaj në lidhje me rrugët edhe me ndryshimin e toponimeve? Për balancusin, e shfuqizuan, po e shih në punësimet në administratën shtetërore dhe publike, 50-0, 70-0, 22-3, 22-3, kështu me radhë. Zyrtarët e qeverisë thonë që ka më shumë numra, janë rritur më shumë, kështu që kjo mbetet. Kur janë rritur? Mbetet gjithmonë në pjesën e diskutimeve dhe përplasjeve. Jo, të dhënat, Zoti Rashidi, po unë mbaj llogari për fjalën që e tham para publikut. Të dhënat e institucioneve zyrtare për vitin 2025 janë të papërpunuara. Për vitin 2024 janë të përpunuara, e dini pse? Për arsye se balancuesi është shfuqizuar në shtator apo tetor. Atë në shtator 2024 ka funksionu balancuesi. Ju a mendoni se në programin e VMR-s do të ketë diçka për avancimin e statusit shqiptarëve? Se në programin e VMR-s është të shënu shfuqizimi i balancuesit. Tash mos më thoni se ata na i dojnë të mirën edhe parashojnë zgjidhje. Çështjen e balancuesit e kemi sfidu shumë seriozisht tek zyrtarët e shqiptarë që janë në qeveri, sidomos edhe kryeministri. Po edhe këta e bojnë zëdhënësin e VMR-s. Tani jeni ju pyetjet direkte do a bëj ju, kur do vinë ata do t'ja bëjmë atyre. Prandaj po ju pyes, dakord, balancuesi është, e presim ligjin, ja po e them publikisht, e kemi diskutuar, a parashihet mekanizmi. E kemi parë, po. Zoti Rashidi, më mbani për fjalë, publikisht po them këtu diçka. Sot nuk ka kuota etnike si rezultate e atij vendimi gjykatës kushtetuese. Sot nuk ka përfaqësim të drejtë adekuat, më mbani për fjalë. Edhe nëse miratohet ky ligj, a ne do e kundërshtojmë miratimin e Tanja Karakamishevës, se ligji i Tanja Karakamishevës është. Nuk do ndryshoj kur asgjë statusi, si jemi sot, edhe nëse unë uroj që mos të miratohet asnjëherë, edhe nëse do të miratohesh, nuk ndryshon asgjë. Nuk do të kesh kuota etnike, nuk do të kesh mekanizëm i cili e përcjell përfaqësimin e drejtë adekuat dhe nuk do të ketë dispozita sanksionuese. Zoti Rashidi nuk mund të pranoj, gjithçka mund të pranoj, ama fyrje të inteligjencës, fyrje kolektive të inteligjencës tonë, nuk mund të pranoj. Nuk mund të pranoj se mendja e ndritur në thojza e zonjës Karakamisheva prodhon ndonjë ligj që është në interes komunitetit. Do ta analizojmë kur do vi momenti. Çështja e rrugëve. Si e shikon këtë aspekt? Po ka edhe një element, sepse për shembull vihet në sfidë rrugët në Tetov, ku kryetar i Tetovës megjithatë është një partner koalicioni. Nëse se ndjekim logjikën tuaj që është një vendim politik kjo i gjykatës kushtetuese, atëherë pse do krijojnë probleme vetë brenda koalicionit këto struktura?
Edhe Raman Morina ka qenë presidenti i Kosovës. Po kush e ka pyet? Miloševića e ka pyet Raman Morinën? Kush e pyet zotin Kasami për ndeto? Po po realiteti është ky. Mu vjen keq që po e them në këtë mënyrë brutale para mbar opinionit. Po duhet të jemi sinqert dhe katërcipërisht i drejt në atë që po e them. Sheshi Iliria në Tetov, po kthehet emri i Jugosllavisë. Dëshmorët e kombit, rruga, po shfuqizohet, kanë hapur procedurë. Kongresi i Manastirit, po shfuqizohet. Emri i rrugës, Dervish Cara, po shfuqizohet. Dhe cila është, e dini çka është absurditeti më i madh. Thot, paramendojeni, Këshilli Komunal aso kohë 2006-2007 ka vendosur me unanimitet të plot, që do të thotë me shumicë badenterit, me përfshirje të gjitha partive politike shqiptare dhe maqedonase. Këta thonë nuk është kushtetuese që të jenë emrat në origjinal shqip, Kongresi i Manastirit, po duhet të jetë përpos kësaj që procedura nuk ka qenë në rregull, po Bitolski Kongres përkthehet. Si më herët, mos i thuni ju shqiptar të Shkupit Shkup, po Shkupit i thoni Skopje. Ohrit. Tani për çështjen e rrugëve, aty thuhet që sfidohet procedura. Që do të thotë edhe për mbajtje. Po flasim për procedurën. Po ju pyes, ju thoni që procedura është ndikur siç duhet, pra është votuar me badenter, që do të thotë për ndryshimin e emrave të rrugëve në Tetov kanë votuar dhe maqedonasit. Po. Kanë votuar unanimisht. Por ka stenograme aty, ka proces verbal. Atëherë kjo çështje nuk duhet as të diskutohet në gjykatën kushtetuese sepse nuk ka rast. Jo, po gjykata. Po mbi çfarë argumenti do të harxojnë ata përderisa ekzistojnë stenograme dhe janë faktet që është miratuar sipas procedurave që parashikon ligji. Po ku pyesin ato për argumente? Ato do të shpikin, do të nxjerrën diçka, thonë nuk po respektohet kushtetuta e vendit se rruga Kongresi i Manastirit në Shqip duhet përkthehet Bitolski Kongres. Tani një pyetje që lind natyrshëm që nuk qëndron zoti Rashid. Kur flitet për çështjen e gjuhës, kur flitet për çështjen e rrugëve, kur flitet për çështjen e balancuesit, e çështjeve shqiptare. Subjektet politike shqiptare së bashku, pavarësisht, të gjithë e proklamojnë këtë. Se këtë duan, apo këtë dalin dhe ju thonë shqiptarëve kur e kërkojnë votën e tyre, që ne do t'i avancojmë këto të drejta. Shumë mirë. Në qoftë se ne sfidohemi realisht si shoqëri shqiptare për këto të drejta, atëherë pyetja lind natyrshëm. Aq nuk mund të gjejnë një emërues të përbashkët minimal Vleni dhe BDI-a që ky diskutim mos të ndodh? Zoti Rashidi, nuk e ndjeni veten të sfiduar? Po ju pyes juve politikisht se ju jeni në parlament. Ju jeni figura politike të cilat qytetarët ju kanë votuar për t'i përfaqësuar të drejtat tona apo jo. Dhe në këtë kontekst kur cënohet elementi apo elementarja, a nuk po cënohet? Dakor, pra ja pyetja ime është kur po cënohet kjo elementarja, siç po thoni ju. A nuk do duhet që këto struktura politike të ulen të thonë, vëllezër, kjo shkon pak për te atij debatit politik kush është më i miri. Kjo shkon në dëm të gjithëve, kjo na dëmton të gjithëve. A nuk do duhet të ketë ura bashkëpunimi? Po ne jemi të interesuar dhe ne kemi thënë ne gomë rezervë nuk jemi. Urnoni lëshoni këtë qeveri. Kjo është pak arrogante, po pse lëshoni qeveri? Ata janë në qeveri. Pse nuk i thoni hajde të rim bashkë vëllezër, të shohim ku është kjo puna, pse na shfaqen këto? Po ato nëse një diskutim pra tani mos u ka për fjalë, domethënë thjesht të ulet të diskutojë në një forum të caktuar, në një universitet, në një ku të duash mund të organizohet. Qoftë edhe në një debat politik ku un jam i hapur ta bëj si të doni dhe kur të doni. Zoti Rashidi, ata nuk ndjehen sfiduar dhe ata nuk kanë sensin se substanca e marrëdhënieve të mira ndëretnike po rënohet e po cënohet. Nuk e kanë ndjenjë. Për shembull, vetëm një shembull thjesht po ja. Ju jeni gazetari për cilën e zhvillimet. Gjykata kushtetuese kur ka shfuqizuar balancuesin, merrni edhe lexoni kumtesat e Vlenit, cilët e paraqesin si fitore të mëdha se gjoja prej sot më ku as do të vendoset në Reqic, po do të vendoset mbi bazat profesionalizmit dhe kompetencës. Mbi bazat profesionalizmit dhe kompetencës është vendosur edhe para vitit 2001. 0.2% kemi qenë. Aq pa haft ne shqiptarët kishim qenë para 2001-shit? Po këta le që nuk e konstatojnë se janë politika të gabume.
po me triumfalizëm i paraqesin. Më mbani për fjale, besoj se I keni para të kumtesa, të cilët nuk I shkruajnë edhe vetë. Presqendra e VMR-s, personi me iniciale ID. Nga VMR u nënshkruan kumtesë. Ne këtë situatë e evidentojmë në bisedat që I bëjmë me zyrtarët e qeverisë. Pyetja ime ishte, nëse konstatojmë realisht që ka probleme dhe cënohet realisht këto të drejta themelore të shqiptarëve, të cilat janë arritur pas 2001-shit e kështu me radhë. A nuk do të duhesh të krijohet një forum minimal komunikimi për mos të dëmtuar, sepse kjo të gjithë I dëmton. Po gjithëve po na dëmton. Prandaj ne po, edhe përmes këtij emisionit juaj, po ju them, urdhënoni se vëllezër një gjaku jemi. Po se kur ti thuash dilti për qeverie të vi unë, ai nuk është në rregull. Ti duhet t'i thuash, hajde ta diskutojmë si të mbrohemi nga kjo situatë. Ktu është gabimi juaj. Jo, ne s'po themi hajde dilni ju e të hyjmë ne e të vazhdojmë me të njëjtin avas. Jo më vëlla. Jo, ne e dim se si kemi qenë. E dim sot ku jemi. As mjaftojnë gjithë të fakte, gjithë të ndodhi e zhvillime politike për të konstatuar se diçka nuk shkon. Dhe ne ju themi, hajde urdhëroni. Kur bëhet fjalë për interesin kombëtar, hajde urdhëroni. Zoti Rashidi, edhe atë marrëveshje që e nënshkruajtën para zgjedhjeve, që s'ka qeveri, s'ka koalicion me atë partner që nuk I bën ndryshimet kushtetuese. E thejtën, a than vetë para zgjedhjeve. E çka të bëjmë? Pra, po e përsëris kërkesën. Gabime janë bë, situata ka degradu. Mos degradoj më shumë. Mos bëhen gabime më shumë. Urdhëroni të ulemi të bisedojmë, të ndërtojmë një qëndrim, jo kundër dikujt. Po pyetja e qytetarëve shqiptar kudo ku shkojë është kjo. Si nuk munden këto të ulen, të diskutojnë që këto çështje themelore shqiptare për çështjet e të drejtave të shqiptarëve mos të cënohen. Pastaj gara le të bëhet kush është më I miri për elementet e tjera. Dhe prandaj lind pyetja, a nuk do duhet të krijohet forum, këtë pyetje u abëdha atyre, dhe përgjigjja edhe tyre është që po ne jemi të hapur për biseda, po diskutimet nuk ndodhin. Po janë të hapur për biseda, ndërsa gjykata kushtetuese çka vendos atje, këta me duar tërkiqje me triumfalizëm. Neve na thejet kurrizi, si komunitet, po dhe si shtet. Shikoni, sa më të pakënaqur janë shqiptarët, po dhe komunitetet tjera më të vogla, aq më probleme ka vendi, shteti ka. Këtë duhet ta kuptojnë të gjithë. Ne dëshirojmë që të ketë shqiptar të kënaqur, maqedonas të kënaqur, e kështu me radhë që mundësi të kenë, e pastaj t'i vlerësojmë politikat në bazë të ofertave. E këta dëshirojnë të ndryshojnë në rregullat e lojës. Na kthejnë para vitit 2001, se ti ku po thu, oferta e mirë politike, programi I mirë politike, kush tjetë më I miri thatë, le të fitoj. Po ai më I miri po fiton. Po padroni po thot më I miri le të rrinë në shtëpi. E ky vazali le të vjen me mua. Se sigurisht në një emision nuk mund të zgjidhen të gjitha çështjet, por këtë në fund dua ta përmbyllim pak edhe në linjën e asaj që po diskutojmë. Po shohim që figurat politike që përbënin koalicionin vlen të shndrohen në një subjekt politik. Si e shikoni këtë moment dhe a mendoni që do të ishte më e lehtë një lloj ure komunikimi pikërisht me një strukturë politike për çështjet që kanë të bëjnë me shqiptarët? Me u thonë të drejtën për zhvillimet brenda vlenit, ngrirjen, shkrirjen e tyre, është më mirë të pyetni zotin Mickovski, sa është kreatori edhe I koalicionit, tash edhe I partisë, ai ju tregon thotë ti pranonën kryetar, mos pranonën kryetar, sekretari I përgjithshëm bën jo do ju nxjerrin nga qeveria, ti kryetar, bashkëkryetar, e kështu me radhë, zoti Mickovski I përcakton, kështu që jam absolutisht jo kompetent flas për zhvillimet atje se disponimi I zotit Mickovski mund ndryshoj nga dita në ditë, nga çasti në çast, edhe si ndryshon disponimi të zotit Mickovski reflektohet edhe atje në koalicion. Unë vetëm një gjë duhet ta them. Sa është kohë e reflektimit, kohë që të reflektojnë dhe të shohin edhe të konstatojnë edhe ata se qumshtë e mjalt nuk është situata në vendin tonë. Po cënohen themelet e një shteti multietnik, të një demokracie multietnike, edhe sado që
t'ju duket se po përfitojnë nga çasti, se po rrinë të paktën pa prekshëm, se për të ndikuar në zhvillimin politikës ka ndikim, pa takat janë aty, pasojat do t'jenë të rënda për gjithë shtetin edhe për gjithë shoqërinë këtu në vend. Prandaj është një kohë e reflektimit. Në planin ndërkombëtar asgjë, në planin e brendshëm asnjë reformë, po paraqiten problemet natyrës financiare. Sot derivatet të naftës nuk ka andej. Unë jam kështu në rezervë në veturën time për arsye se nuk ka derivatet të naftës, është si rezultat i keq menaxhimit, pa aftësisë për të menaxhuar me shtetin, me institucionet, me sfidat. Ne kemi patur krizë energjetike, zoti Rashidi. Edhe nuk ka patur reduktime të rrymës, nuk ka patur shtrejtim në krahasim me gjithë regionin, mos të flasim për me shtetet e tjera. Kemi patur Covid krizën, edhe mbjetun bizneset, me sfida, me të lashëm, po mbjetun bizneset. Sot ndodh në Iran, këtu nuk ka naftë për arsye se totalisht përballemi me një paaftësi institucionale dhe drejtuese të shtetit. Duke qenë vleni pra një subjekt, a do ishte më lehtë komunikimi për ta mbyllur me këtë pyetje? Do të ishte i lehtë komunikimi edhe tani. Edhe në rast se bëhen një, në qoftë se marrin pak guxim që mos të marrin leje nga kryeministri Mickovski për atë komunikim. Unë inkurajoj që të kenë guxim, të paktën për çështje në interes të përgjithshëm, të kemi komunikim. Arber Ademi, të falenderit shumë për këtë podcast direkt dhe të sinqert besoj. Dhe me shpresë që qytetarëve ju dham një pasqyrë pak më të thellë për atë se çfarë mendon BDI në këto momente. Siç thamë edhe në çelje, kjo ishte një dalje e parë pas një kohe të një zyrtari të BDI-s, kështu që faleminderit që ishe pjesë e këtij podcasti. Faleminderit, si gjithmonë kënaqësia është e ime. Të dashur ndjekës, këtu do të përmbyllim këtë bisedë, sigurisht që do të vim sërish me ju pas disa ditësh. Deri atëherë, mirupafshim.